Gjuha e sportit duhet të jetë ajo që duhet të flitet në Federatën e Futbollit të Maqedonisë, thot nën kryetari Muhamet Sejdini. Megjithatë, në shtëpinë e futbollit për skaj gjuhës maqedonase, thot ai, në statutin e FFM-s, gjuhës zyrtare është edhe gjuha shqipe për komunikime brenda Federatës së Futbollit të Maqedonisë në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë. Në statutin gjuha shqipe përdoret siç ishte fillimisht në nenin 5. Se gjuha shqipe dhe gjuhët tjera janë zyrtare në përputhshmëri me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë. Gjithsesi, neve në forma të shkruara, nëse komunikojmë me Shqipërinë apo e kam fjalën në sekretariati, komunikimi bëhet në gjuhën angleze, ndërsa unë kur flas me Fadil Voklin apo me Armando Dukën, normalisht flas në gjuhën shqipe. Ndërkaq Argjend Beqiri nga zëvendës seleksionuesi i reprezentacionit të Maqedonisë në futboll ka kaluar në postin e antarit të bordit drejtues të FFM-s. Ai thotë se gjuha nuk ka qenë asnjëherë pengesë për futbollin në vend, por zotohet se shqipja do të respektohet asa lejohet me ligjin aktual. Po unë nuk e di sa është përdorur për shkak se nuk kam qenë antarin këshillit drejtues, domethënë është mandati im i ri, por unë sa kam informata ka qenë. Por sa ka qenë nuk e di. Tash si antari i këshillit drejtues, domethënë, do të mundohen ana që të jetë ashtu siç është me Kushtetutën. Në bordin drejtues të FFM-s në përbërje prej 14 antarësh janë përzgjedhur 4 shqiptarë ku përveç Muhamet Sejdini dhe Argjend Beqirit, në bord janë edhe Xhevat Ibra dhe Salim Abdyli. Kurse Ilço Gjorgjovski rifitoi mandatin e tretë si kryetari i FFM-s me 91 vota, duke garuar i vetëm për këtë post.